gjithë kjo zalamahi e madhe, gjithë kjo nga tres e madhe që ka ardhur me pronat, ka filluar me ligjin 7501, për cilin unë e kam jetuar. Atere, këtë do flasim. E kam ligjin në fillim, të lutem një foto të ligjit 7501 në ekran, sepse ka nisur debat shumë i madh, kush e ka fajin për ligjin, Berisha apo PS-ja? Hajde, ndalojmë pak nga pak dhe flasim me një dëshmitar i cili ishte deputet dhe ngriti dorën për ose kundër do na e thot sot për ligjin 7501. Si ishte atëra me dorë, me karton, si ishte votimi në 91-shin? Me karton. Me karton ishte atëra. Kryetari i parlamentit ishte? Ishte Kastriot Islami, po më duket, mos gabohen tash se kanë kalu kaq vite, këtë seancë më duket e ka drejtuar Leka Meksi. Pse që ishte nënkryetari i parlamentit nga opozita. Mund ta ketë drejtuar ai seancë. Këtë përshtypje kam. Këtë përshtypje nuk e di. Korrik 91. Korrik 91. 29. Ajo, ai ishte 9 prilli është sipër ligji. Po mirë, po atëherë ky është bërë atëherë propozimi e kundit, kurse votimi është bërë në e lexojmë. Kuvendi i Shqipërisë në 19 korrik 91 ka vendosur në Republikën e Shqipërisë toka ndahet në tokë bujqësore, të zëna me bimët e arave, pemishte, breshta, ullishte, kudo që ndodhen fshatra, qytete, qendrat banuara, pavarësisht nga masia e tyre. B. Toka të zëna me pyje, kullota, livade, dhe toka jo bujqësore, të zëna nga ndërtime ekonomike, social-kulturore, reparte ushtarake, oboret e tyre, toka të zëna nga ndërtime banimi, obore, avli, në përdorim përgjithshëm, autostrada, aerodrome, vareza, vende shkëmbore, rër bregdetare, plazhe, toka me ujë, liqene rezervuar, auz, kanale të ndryshme, lumenj, prenj, zallishte, këneta, sheshe ndërtesash, monumentesh me interes historik e arkeologjik. Shumë interesant, zë Rudina, është në një dy. Shteti u jep tokë personave fizik a juridik. Këta gëzojnë të drejtën e pronësisë dhe të gjithë të drejtat që përmbahen në këtë ligj. Ndalohet shitja dhe blerja e tokës. Po mirë që ka ndaluar atëherë, pse ndodhi masakra? Po jo, ligjit 7501 në vitin 93 dhe 95, që ka RPD-ja në drejtimin e shtetit shqiptar, janë bërë amendamente, të cilat shkuan deri atje që praktikisht me një sy qorë ose ku diun, bënin sikur nuk merrnin vesh se ç'bëhet, filloi pronësimi i tokave që u dhanë dhe shitblerja e tyre. Atëre, mbetemi një moment në këtë ditë dhe pastaj vemi te amendimet, i kemi dhe datat e amendimeve dhe vitet, sepse më duket sa herë ka pas fushata ka pas amendime. Po, sa herë ka pas fushata. Dhe arsyeja kryesore, qoftë i ligji 7501 që propozuan socialistët, sepse kështë marrë emrin Partia Socialiste, më duket kur është bërë ky ligj, edhe... Ligji ka ardhur i propozuar nga socialistët në kuvend? Po, ligji ka ardhur i propozuar nga ata. Por Saliu ka bërë çmos që dhe grupi parlamentari i Partisë Demokratike ta votonte këtë ligj. Edhe këtë ligj, me sa më kujtohet mua... Atëre, flasim për korrikun e 91-shit. 7501. Ti lexoj një sekond nelet dhe pastaj shkoj aty. Neni 3. Toka bujqësore u jepet në pronësi ose përdorim personave juridika fizik vendas pa shpërblim. Pra, ta ja pa shpërblim në pronësi dhe përdorim, por ti nuk e shet dot. Nuk e shet dot. Edhe binim ka pas një tjetër në qoftë se ti nuk e përdor. Neni 4, persona juridika fizik tuaj jepet në përdorim me qira truall për ndërtim, qëllimi dhe koha e përdorimit përcaktohen me kontratë, qiraja e trullit caktohet në bazë të qëllimit përdorimit dhe ndodhes të kushteve ekonomike sipas kritereve. Familjet anëtare të kooperativës bujqësore pas ndarjes së tokës kanë të drejtë të shkëputen dhe të dalin subjekt më vete, duke marrë pronësi tokën bujqësore që u takon nga tërësia e subjektit ku bëjnë pjesë, sasia dhe vendi ku do të jepet toka, etj. Pra, vjen ky ligj i propozuar nga Partia Socialiste, grupi parlamentar i PS-s. Si votohet? Ligji votohet sigurisht, ata kishin shumicën edhe sikur PD-ja të votonte i gjitha kundra, ai ligj do të kalonte. Duke menduar që në atë kohë Shqipëria 70% të popullsisë e kishte në fshat, edhe bilem një nga arsyet pse socialistët e fituan, sepse në fshat ishte akoma ai mentaliteti i vjetër dhe nuk e mësuar, domethënë 45 vjet në sistemin komunist dhe që bëri që Partia Socialiste të merrte shumicën absolute në votimin e parë dhe në parlamentin. Erdhi nga PS-ja ky
projekt ligj, dhe me votat e PS-s mund të fitonte. Mund të fitonte. Si reagoi Partia Demokratike? Për të mos humbur votat e fshatarsisë, Partia Demokratike, duket për atë pikësynimin e saj që mendonte që do të merrte së shpejti dhe ajo me rotacion pushtetin politik, të mos i humbte votat e fshatarëve, bëri çmos për ta votuar dhe këta, do me thënë që edhe neve jemi për ta marrë fshatarë tokën. Do me thënë, ju ishi deputet, ju tha votoni? Po, është thënë që ta votonim, kur u bëm mbledhja e grupit parlamentar. Kryetari i grupit parlamentar ju tha votoni, kush ishte kryetari i grupit? Po, ishte, Saliu fliste kryesisht, ishte Arben Imami, kryetari i grupit parlamentar, po që rëndësi ka. Që të mos zgjatem në këte, kur u hodhe ai ligji për votim, me sa mbajmë mëndun, nga PD-ja mund të kenë qenë një 10 ose 12 vetë që kanë votuar kundra, nërmjet cilve unë dhe bëra çmos që të rritë numrin. Kemi qenë bashkë bilem tullur nga fundi i sallës, së bashku me Bashkim Koplikun, dhe i bënim atyne që kishim afër votoni kundra. Pse? Unë principialisht e kam votuar kundër duke menduar se këtu me këtë ligj po të cënohet prona. Dhe ne si Parti Demokratike që erdhëm me pikësynimet të më thënë ta bëjmë Shqipërinë si Evropa, një nga principet kryesore të sistemit demokratik, ku që është? Mbrojtja e pronës së qytetarëve. Kështu që jo se ne e menduam, ta thëmë sinqerisht, se çfarë pasojash do të sillte ky ligj, sepse si që ishte në fillim, toka nuk ishte dhënë në pronësi për përdorim, jo për shitblerje. Dhe kjo e bën... Kjo, edhe për mendimin tim, po ta shikosh në kontekstin e kohës. Ky ka qenë një ligj që duhet të bësh. Pse? Në Shqipëri banonte 70% e popullsisë në fshat. U shkatru sistemi i fermave dhe sistemi kooperativist. Si do jetonë në ta? Prandaj do krijohesh një krizë, do krijohesh një krizë me të vërtet, një revolt për këta njerëz, çdo bëheshin. Kështu që duke i dhënë një tokë, ai do lidhesh me atë tokën për ta shfrytzuar dhe për të jetuar. Kështu që nga kjo pikpamje, ligji në atë kohë mund të ketë qenë i vlefshëm, në atë formë siç u servir. Por gabimet janë bërë më vonë, edhe qëllimi gjithnjë ka qenë puna e votave. Atëherë, ç'a ndodhi më vonë? Qofse kam foton e amendimeve ma jep, në të kundërt thjesht i kem, janë amendime. Do me thënë, ky është ligji 7501, i kaluar në parlament, në korik, 1991-shin. I azhurnuar, do me thënë, i updateuar, i përditësuar, e themi tani shqip, në datën 2/6/93. Pra, në 93-shin, është bërë amendimi i pari ligjit. Me gjithë dhe këtu është thënë në fund daloqit. Çfarë thot? Në mbështetje të Nenit 16, datë për dispozitat kryesore kushtetutëse, me propozimin e Këshillit të Ministrave, Kuvendi po vendos. Toka ndahet të tokë bujësore, jo, është e njëjta kjo, është e njëjta, nuk, kjo poshtë është e njëjta. Tokë bujësore për prodhuesi personave, pronarët e tokës mund të jenë me qira persona juridik, për dhënie me qira tokës bujësore zbatohen dispozitat e kodit civil që rregullojnë kontratën. Jo, ky është ligji 7501, ky nuk është amendimi, ato ishin vetëm datat e amendimit, por aty shikojmë të gjitha si është ligji. Toka që kalon në pronësi dhe në përdorim të çdo personi juridik regjistrohet te kadastër, organi shtetëror i specializuar për evidencimin e të dhënave për tokën është kadastra, në komitetin ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit, domethënë që atëherë më këtë. Miratimi i projektit DEVE është ndërtime nga organizatat përkatëse kalon në tokë pronësi në përdorim të atij për cilit bëhet ndërtimi, por jo më parë se 3 muaj nga fillimi i punimeve. Toka bujësore hiqet nga pronësia ose përdorimi i personave juridika fizik, kur për nevoja të shtetërore bëhen ndërtime të ndryshme. Kur për këto nevoja zihen toka që janë në pronësi të personave juridik, shteti është detyruar të zëvendësojë me tokë para të lehshme. Në 20 i shfuqizuar, organet ndalojnë çdo zënje dhe përdorim tokës kundërshtim me ligjin, po okay. Mirë, vemi dhe njërë të faqja e parë, sepse është faqja që më intereson, e datës së amendimeve. Këtu. Pra, ligji ka kaluar në disa amendime, 93, 94, 95, 2001, 2004. Të gjitha herët që ligji 7501 është
updetuar. Nuk e bërë çfarë? Si është updetuar? Ku ka shkuar? Po ka shkuar në faktin që toka filloi të shitës dhe të blehesh, tash ta mbyllin mos rrim të shikojmë këtë fakti që mos ndaj për çfarë kërkoi falje zoti Sali tani që thotë që ne kemi bërë gabim me ligjin 7501. Ligji 7501 gabimi është kur i dha drejta që ato të shesin dhe të blejnë tokën. Ky është momenti që ndodhi gabimi. Po, kështu që... Do me thënë, ju thoni, duhet të ndodhë ajo që ndodhi, edhe pse ju votuat kundër, PS-ja e gjitha pro, PS-ja votoi gjitha pro atë ligj. Nga PS-ja ka votuar kundër vetëm Aili Alushani, edhe një tjetër, drejtoreja nuk më kujtohet, po pra Aili unë e di se jemi takuar dhe përpara dhe mbrapa, që kemi biseduar që ky ligj nuk duhet bëhet parimisë, sepse fshatarët i din të gjithë ku i kanë pronat, se këtë nuk që puna vetëm për, unë e kuptoj, tokat se ishin bërë në kohën e Enver Hoxhës, ishin bërë shumë bonifikime, edhe ato toka ishin bërë ferma, lushnja, toka shtetërore. Po, ato ishin toka shtetërore. Unë e kuptoj, por aman, në fshatrat e Tiranës, unë jam lindë dhe jam rritë në Tiranë në Durrës, u shpërndan tokat e pronarëve të vegjël të tokave. Nuk u shpërndan tokat e latifondistëve. Bilem edhe për latifondistët duhet ishte bërë një ligj që atyre mund mos i kthehesh e gjithë toka, po një pjesë e tokës atyre i takon të tamenin.